Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku me urdhër të prerë. Nëse vuani nga këto sëmundje, mos e fusni në gojë hudhrën. Sipas studimeve të shumta, konsumi aktiv i hudhrës relakson enët e gjakut dhe ul presionin e gjakut. Është shumë efektive në uljen e presionit dhe kolesterolit. Ajo forcon sistemin imun dhe është e dobishme në trajtimin e infeksioneve. Është e shëndetshme, ka një shije të mahnitshme dhe mund të kombinohen nga time të ndryshme. Nëse ahajet e papërpunuar shkakton erë të keqe dhe urth, por më së shumti varet nga kimia e trupit të individit. Sado e shëndetshme, ajo mund të shkaktojë një sër probleme shëndetësore te ky grupi njerëzve. Hudhra ka veti natyrale antikoaguluese dhe nuk duhet të kombinohet me ilaçe antikoaguluese. Ilaçet që përdoren në trajtimin e problemeve të qarkullimit të gjakut hollojnë në gjakun dhe në këtë mënyrë parandalojnë mpiksjen e gjakut. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në gjakderdhje. Prandaj nëse merrni edhe medikamente si antikoagulues, nuk duhet i konsumoni me hudhrën. Nëse jeni duke marrë ndonjë mjekim, nuk duhet të merrni hudhra pa u konsultuar më parë me mjekun tuaj, pasi mund të krijojnë kundërindikacione me mjekimet që po përdorni. Nëse keni probleme me mëlçinë dhe jeni duke marrë terapi, hudhra mund të ulë efikasitetin e tyre dhe nuk duhet ta përdorni atë në të njëjtën kombinim. Personat me stomak të ndjeshëm duhet të shmangin hudhrën pasi është e vështirë për t'u tretur. Gratë shtatzana ose ato që ushqejnë fëmijën me gji, marrjen e hudhrës si ilaç nuk rekomandohet. Nëse keni presion normal ose të ulët të gjakut, nuk duhet të hani hudhër çdo ditë. Presioni mund të ulet më tej dhe të shkaktojë komplikacione. Ekspertët citojnë se nuk duhet ta konsumoni hudhrën veçanërisht nëse po merrni medikamente për uljen e tensionit, pasi ulja mund të jetë dyfish dhe mund të krijojë gjithashtu bezdisje në shëndetin tuaj. Hudhra është një bimë barishtore një vjeçare e cila ofron shumë përfitime në organizmin vetëm kur përdoret si duhet. Gjithashtu, përdorimi i hudhrës ka vlera të pakrahasueshme në uljen e kolesterolit në gjak. Nga studimet e bëra në SBA ku eksperimentuan 45 burra që kishin vlera të larta të kolesterinës dhe që përdorin çdo ditë disa thelpi hudhër, u pa se vlerat e saj ishin mjaft të rëndësishme. Dhe ekspertët këshillojnë se hudhrën duhet ta konsumoni gjithmonë brenda normës për të evituar gabimet. Hudhra është një nga antibiotikët natyral më të fuqishëm që na ka dhuruar natyra. Përdorimet e saj janë të panumërta madje edhe në lehtësimin e një sër komplikacionesh. Hudhra është e mirë kundër infeksioneve, por edhe në uljen e tensionit të gjakut dhe kolesterolit. Sidoqoftë në çdo rast, edhe përdorimi i hudhrës kërkon maturi dhe ekuilibër. Teprimi i konsumit të hudhrës mund të shkaktojë efekte të dëmshme në organizëm, të cilat do t'i mësoni në këtë video duke e dëgjuar deri në fund. Çfarë ndodh me organizmin kur e teproni me konsumin e hudhrës? Nëse konsumohet pa kriter, hudhra mund të shkaktojë disa efekte anësore të dëmshme, siç janë rreziku i gjakderdhjes. Hudhra pengon shfaqjen e trombozës dhe ky është një lajm i mirë për njerëzit që vuajnë nga sëmundjet e zemrës. Megjithatë, nëse ju merrni ndërkohë edhe ilaçe për rrollimin e gjakut, kjo mund të rrisë me shumë gjasa gjakderdhjen e fortë. Nga ana tjetër, ekspertët thonë se nëse duhet të kryeni një ndërhyrje kirurgjikale, nuk duhet të konsumoni hudhër për të paktën një javë përpara shtrimit në spital. Nëse keni probleme me stomakun, tregoni të kujdesshëm me hudhrën. Nëse konsumoni sasi të madhe hudhre, do të vuani nga të përzierat, gazrat, fryrjet, probleme me tretjen. Nëse keni një stomak të brisht, kujdesuni që hudhrën të shoqëroni gjithmonë me ushqime të tjera. Përpos të tjerave, hudhra shkakton erë të keqe të gojës dhe të trupit. Ajo nxit lodhjen, marramendjen, ndimin e kokës, uljen e sheqerit dhe mungesën e oreksit nëse konsumohet më shumë se sa duhet. Sipas këshillave të ekspertëve, rekomandohet të konsumoni 1 deri në 2 thelpi hudhër çdo ditë dhe jo më shumë se kaq. Dhe në raste të veçanta duhet të evitohet nga dieta juaj për të mos ndikuar negativisht. Ekspertët shëndetësorë thonë se për shekuj, hudhra është konsideruar një ilaç i shenjtë që mund të trajtonte çdo problematik. Ja cilat janë disa nga vetit shëruese të hudhrës sipas Bright Side. Së pari, hudhra ka veti të fuqishme antibiotike dhe përdorimi i saj në mjekësinë tradicionale ka qenë edhe shpëtuesi i jetëve përpara se të zbuloheshin medikamentet. Hudhra po ashtu na mbron edhe nga komplikacionet. Studimet kanë treguar se njerëzit që hanë hudhër çdo ditë priren të përmirësojnë shëndetin dhe rezultatet do të jenë më të mira.
Përbërësit e hudhrës edhe klinikisht kanë dëshmuar se ndihmojnë arterjet të pastrojnë nga kolesteroli dhe e bëjnë gjakun më pak të ngjitshëm. Antioksiduesit që ka hudhra forcojnë gjithashtu edhe sistemin imunitar. Ajo është e mirë kundër akneve. Shumë prej kompanive pasurohen me anë të shitjeve të produkteve dhe kremrave të ndryshme për mbajtje të hudhrës. Gjithashtu aplikimi i hudhrës në problemet tuaja të lëkurës siç janë edhe aknet do të japë rezultate mjaft të kënaqshme në mundësinë e mbajtjes së tyre nën kontroll. Hudhra është padyshim fuqi plot për sa i përket vlerave shëndetësore, por për personat që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut, bëhet pak specifike kur kërkoni ta përdorni atë. Probleme me presionin e gjakut që shkaktojnë tension ndahen në dy lloje. Gjithashtu hudhra mund të jetë një mundësi e shkëlqyer e organizmit tuaj për t'i ofruar trupit edhe një mundësi për ta mbajtur atë si duhet. Edhe pse hudhra është shumë e dobishme, gjithçka që duhet të dini është të mos e konsumoni më shumë se sa duhet, në mënyrë që të merrni përfitimet dhe të parandaloni gjithashtu komplikacionet. Ne themi se hudhra është antibiotiku më i fortë natyror, por çfarë do të thotë kjo? Hudhra përmban alicinë e cila çlirohet kur e konsumoni atë dhe mund të ofrojë gjithashtu mjaft vlera për trupin tuaj. Alicina vret lloje të ndryshme të bakterieve, ka efekte antiseptike, pengon riprodhimin e mikroorganizmave dhe shkatron temperaturën e lartë. Por çfarë duhet të dini me konsumin e hudhrës në dietën tuaj? Hudhra përmban element fuqiplot për organizmin dhe mban larg njësër komplikacionesh të tij. Ndaj edhe ekspertët këshillojnë konsumin në 1 deri në 2 thelpi hudhër në ditë, sidomos edhe për të marrë vlerat më të mira në aparatin tretës, duke ndikuar pozitivisht në të. Ja çfarë ndodh me trupin tuaj sipas Brightside nëse konsumoni të paktën hudhër brenda normës së duhur. Mbron sistemin kardiovaskular. Një thelpi hudhër në ditë forcon enët e gjakut, stimulon qarkullimin e gjakut dhe ul përqendrimin e kolesterolit në trup. Sipas kërkimeve shkencore, hudhra ul nivelin e sheqerit me 25%, forcon imunitetin, neutralizon radikalet të lira dhe toksinat që dëmtojnë organizmin, stimulon prodhimin e lëngut gastrik dhe rregullon funksionet e pankreasit dhe gjithashtu përmirëson oreksin. Lufton me sukses parazitët në trupin e njeriut, mund të ngadalësojë procesin e depozitimit të kriprave, rikthen kërcin dhe indet e kyçeve dhe shërben si parandalimi i osteoporozës. Është jashtëzakonisht i pasur me antioksidant, flavonoide, vitaminat të grupit B dhe acide që janë në gjendje të rigjenerojnë lëkurën, t'i japin asaj elasticitet dhe të luftojnë në shfaqjen e akneve dhe të rrullave. Nutricionistët besojnë se futja e hudhrës në dietën tuaj shkakton humbje të peshës së tepërt dhe mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë e dietës së përgjithshme. Presioni i lartë i gjakut, i njohur gjithashtu si hipertension, është shkaku kryesor i sulmeve në zemër dhe goditjeve në tru. Kjo është një arsye pse menaxhimi i tij luan një rol të rëndësishëm në shëndetin e zemrës. Një përbërës kyç i hudhrës është alicina, e cila përmban squfur dhe jep hudhrës erën dhe ngjyrën e saj karakteristike. Disa ekspertë besojnë se alicina dhe substancat të tjera natyrore që gjenden te hudhra kanë vetëdijë antiinflamatore që ndihmojnë uljen e niveleve të kolesterolit dhe presionit të gjakut. Disa studime kanë treguar se hudhra e ruajtur mund të ndihmojë në ngadalësimin e procesit të ngurtësimit të arterieve, gjë që mund të çojë në sëmundje të zemrës. Hudhra mund të gatuhet në forma të ndryshme dhe vlerat që ofron shëndetit do ta bëjnë gjithashtu një nga zgjidhjet më të mira të dietës suaj. Hudhra ka veti natyrale antikoaguluese. Nuk duhet të kombinohet me barna antikoagulant, ilaçe që përdoren në trajtimin e problemeve të qarkullimit të gjakut, në ullimin e gjakut dhe në këtë mënyrë parandalon dëmpiksjen. Nëse jeni duke marrë mjekime, nuk duhet të merrni hudhër pa konsultuar më parë me mjekun tuaj. Nëse keni probleme të rënda me mëlçinë dhe jeni duke marrë terapi, hudhra nuk duhet të kombinohet në këto raste. Personat me stomak të ndjeshëm duhet ta shmangin hudhrën sepse është e vështirë për t'u tretur dhe mund të krijojë edhe fryrje. Prandaj rekomandohet që hudhrën ta konsumoni me kujdes brenda normës së lejuar, në mënyrë që efektet pozitive të saj të jenë në trupin tuaj me të gjithë të mirat e mundshme. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.